Mrekullia tek zogjt. Njeriu gjithnjë ka ndërruar që të ketë mundësi të fluturojë, edhe në vite shumë njerëz kanë kërkuar rrugë për t'i arritur diçka të tillë. Megjithatë, kjo nuk që e mundur deri në shekullin e 20, kur më në fund u arrit suksesi. Makinat fluturuese të një teknologjie të përparuar lindën pas vitesh të gjata kërkimesh edhe eksperimentesh. Por prapë se prapë, teknikat e përdorura nga njeriu janë me të vërtet shumë primitive, po të krahasohen me makinat fluturuese të natyrës. Makinat fluturuese të natyrës janë zogjt. Gjevahirët e qiellit. Ata mund të fluturojnë në lartësi më të mëdha, ose të fërfërinë flatrat fare afër tokës, si me shpejtësi të madhe, ashtu dhe me shumë ngadalë. Por në çdo rast, teknikat që ata përdorin janë gjithnjë të shkëlqyera. Në këtë film, do të shqyrtojmë zogjt dhe cilësitë e tyre mahnitëse. Çdo njëra prej të cilave është një mrekulli e krijimit. Mrekullia e fluturimit. Plumbat janë zogjë që ndoshta ne i ndeshim më shumë në jetën tonë të përditshme. Këto krijesa të vogla, mbase nuk u tërheqin vëmendjen shumë njerëz, por nëse do t'i studiojmë nga afër, do të vëmë re se ata janë një mrekulli e vërtetë e krijimit. Për ta kuptuar këtë, le të shohim se si ngrihet një pullum nga toka, edhe le të bëhemi kështu dëshmitar të një kryevepre inxhinierike të krijimit. Në fillim pullumbi kërcen lart në ajër. Pastaj ai hap krahët në çastin kur ngre këmbët nga toka edhe shtyn ajrin pas tij me gjithë fuqinë e vet. Më pas, a i bën lehtë për para. Tashmë a i është ngritur aq lart në ajër, sa i mjafton për të qenë në gjendje që të bëjë për para. Zogjt më të mëdhej se pullumbat nuk mund ta bëjnë këtë lëvizje të vështirë më shumë se 2 herë. Në të vërtetë, shpend të mëdhej si albatrosi, diçka të tillë nuk mund ta bëjnë fare, edhe pse zotrojnë aftësi dhe teknika të tjera që u lejojnë të ngrihen nga toka. Një shembull për këtë është të vrapuarit duke e rritur vazhdimisht shpejtësinë. Kjo është një teknikë të cilën e përdorin dhe në rastin e aeroplanëve. Pjesa më e lodhshme e fluturimit për shumicën e shpendëve është çasti i shkëputjes nga toka. Sa po tjetë realizuar kjo, zogu mund fluturoj lehtë në ajër, qoftë edhe pa lëvizur krahët. Çfarë është ajo që i bën të mundur një zogu të qëndrojë lart në ajër, menjëherë pasi të jetë shkëputur nga toka? Përgjigjja gjendet në ndërtimin e përsosur nga këndvështrimi inxhinierik në krahët e tij.
Pjesa e prapme e krahut përdridhet lehtë nga poshtë. Ajri që kalon mbi krah e godet atë pjesë dhe ushtron forcë mbi të. Kjo e ngre zogun lart. Nga ana tjetër, ajri që kalon mbi krah përthyet lehtë nga pjesa e përparme e krahut dhe në këtë mënyrë trysnia e ajrit në majë të krahut zvoglohet. Kjo gjithashtu e tërheq zogun lart. Në qoftë se ka rrymë ajrit mjaftueshme, atëherë forca tërheqëse mbi krah edhe fuqia ngritëse nga poshtë janë të mjaftueshme për ta ngritur zogun në ajër. Është ky faktor pra që i bën të mundur albatrosit që ndrojë në fluturim për disa orë pa i përplasur krahët asnjëherë edhe të fluturojë vetëm duke shfrytzuar rritjen e rrymave të ajrit. Shpend të tjerë e krijojnë rrymën e domosdoshme të ajrit nën krahët e tyre, vetë, duke i rrahur krahët për të arritur këtë. Në kuptimin letrar të fjalës, një zog i tillë lundron në ajër. Ai e tërheq gjysmën e krahut nga brenda trupit kur e ngre lart, duke zvogluar në këtë mënyrë fërkimin. Pastaj i hap krahët plotësisht, ndërsa i ul përsëri. Flatrat trazohen çdo çast. Sisoj pra, edhe pse krahu ndryshon formë vazhdimisht, ana e jashtme e tij qëndron plotësisht e rrafshuar. Pendët e zogut edhe forma e tyre janë mjaft të përsosura nga ana aerodinamike. Edhe pse kjo pjatë fluturon me shpejtësi që i afrohet 70 km/h, ajo duket se vetë po rrëshqet ngadalë në ajër, falë strukturës së përkryer aerodinamike. Gjithkje janë përdorur krah të ndryshëm zogj për të përgatitur projekte aeroplanësh. Disa krah janë të shkurtër dhe të fuqishëm për manovrime të shpeshta. Të tjerë janë të gjatë dhe të gjerë për të pasur mundësi që të fluturojnë në lartësi të mëdha. Ndërsa disa të tjerë janë të gjatë dhe të ngushtë për të fluturuar pa i lëvizur krahët. Allahu ka krijuar sistemin e përsosur të fluturimit në trupin e çdo zogu në përputhje me nevojat e vetë zogut. Disa zogj qëndrojnë me muaj në ajër, duke ngrënë, duke pirë dhe duke fjetur atje lart. Pajkojt zhyten mbi prerën e tyre me një shpejtësi deri në 300 km/h. Shqiponjat fluturojnë edhe për të demonstruar fuqinë e tyre, edhe jo vetëm për të gjetur ushqim. Ky duluftim ajror ndërmjet këtyre dy shqiponjave nuk është as pak një përleshje, por një formë shprehje guximi. Ajo që do të lëshoj kthetrat para se të bjerë në tokë, do të humbas. Kështu përshfaqet ky spektakël i mrekullueshëm fluturimi.
Të gjitha fluturimet duhet përfundojnë me zbritjen tokë. Prandaj një ulje e sigurt është po aq e rëndësishme sa edhe ngritja. Dhe zojt janë ekspert për të. Ata përdorin krahët e tyre si frena. Ky zoguj mund të qëndroj pezull në ajër në sajtë rrymave. Ai përdor të njëjtën aftësi për të zbritur përsëri në tokë. Mungesa e përqendrimit edhe për një çast të vetëm do të kishte pasojë të tmerrshme. Mjelmat, disa nga zogjet më të mëdhenj në tokë, ulen në ujë poshtë si një hidroplan, duke përdorur këmbët e tyre si frena. Mielbardha shfrytëzon fluturimin më të saktë dhe më të kontrolluar edhe një llogaritje të përpikë gjeometrike për një ulje të sigurt në folenë e vet, në tehun e një shkëmbi. Në fillim ajo synon një pikë në folenë e saj, edhe bën një ulje të menjëhershme. Pastaj papritur, kthehet lart dhe duke shfrytzuar ajrin si frena, edhe shpejtësia i bie në zero pikërisht sapo i afrohet folesë. Projektimi i përsosur. Njeriu gjithnjë lufton për rezultate më të mira të mundshme në prodhimin e avionëve. Edhe gjëja më e rëndësishme është mbajtja e rezistencës së ajrit në një minimum, që kjo të bëjë të mundur që avionit të qëndrojë në ajër pas një vështirësi. Teknologjia e shfrytzuar në avionët e sotëm është rezultat një përvoje 100 vjeçare, eksperimentimi edhe hulumtimi. Avionët dhe format e krahëve të tyre projektohen me ndihmën e kompjuterit, duke pasur parasysh një numër faktorësh. Megjithatë, asnjë sistem kontrollim fluturimi i avionit edhe asnjë teknologji nuk mund të krahasohet me atë të zogjve. Për shembull, asnjë mjet fluturimi i prodhuar nga njeriu nuk mund të kryejë ato forma aerobie ajrore që demonstrojnë zogjet. Sisoj pra, punë e kujt është ky projektim i përsosur në trupin e zogjve? Vepra e kujt është struktura fizike dhe aftësitë e zogjve, që janë shumë herë më të përkryer se sa ato të avionëve, me gjithë punën e shkencëtarëve dhe inxhinierëve. Nuk ka asnjë mundësi që ato të mund të jenë vepër e vetë zogjve. Zogjt nuk dinë asgjë, as nga projektimi, as nga aerodinamika dhe përdorin krahët e përgatitur për ta, qysh kur ishin në vezë. Edhe sikur të donin ata, nuk do t'i ndryshonin dot kur krahët e tyre. Fakti është se atyre u janë dhuruar krahët ideal në përputhje të plot me nevojat e tyre të shumëllojshme. Do t'ishte plotësisht e paarsyeshme të mendohej që ky projektim të ketë ardhur si rezultat i rastësive të verbër. Nuk ka asnjë pikë dyshimi që i gjithë konstruksioni i përsosur i trupit të zogjve është vepra e realizuar nga një krijues i gjithfuqishëm.
Ky ndërtim është arti i krijimit të Allahut të madhëruar. Pra gjithë lëvdatët e falëndrimet i takojnë Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës, Zotit të gjitha botërave, edhe gjithçka që gjendet në to, edhe vetëm e tij është lavdia e madhështia në qiej edhe në tokë. Ai është i gjithfuqishmi edhe i gjithdituri. Po të studiojmë nga afër ndërtimin fizik të zogjve dhe të krahëve të tyre, padyshim që do të krijonim një ide edhe më të qartë për provat e krijimit, për arsye se ka edhe më shumë mrekulli të rëndësishme, të fshehura në hollësira. Trupat e zogjve janë ndërtuar në atë mënyrë që të jenë sa më të lehtë, që të jetë e mundur, edhe kanë më pak eshtra se sa krijesat e tjera që jetojnë në tokë. Në të njëjtën kohë, edhe ato pak eshtra që kanë nuk janë shumë të forta dhe të ngjeshura. Përkundrazi, eshtrat e zogjve janë të zgapërta, por nga ana tjetër, pajandrat e imta të vendosura në mënyrë diagonale brenda kockave e bëjnë skeletin e zogjve jashtëzakonisht të fortë. Sidoqoftë, cilësia më e habitshme e ndërtimit shihet tek pennët. Ato mund të duken tepër të thjeshta nga jashtë, por në të vërtetë janë mrekullia nga ana e krijimit. Çdo pupull përmban në vetvete mijëra pupulza të imta, të gjitha të shtrira tërthorazi. Këto mikropupulza lidhen me njëra tjetrën me grepa mikroskopik, duke krijuar kështu një sipërfaqe të lehtë edhe tepër të sheshtë. Nderi i madh i krijimit të një strukture të pakrahasueshme në një popull të vetme me ato mijëra hollësi, të gjitha të padukshme për syrin e zakonshëm, nuk i përkasin as natyrës, as vetë zogut, edhe as rastësisë së verbër. Këto krijesa janë vetëm një shembull nga miliardat të tjerë në botën e gjithdijes edhe urtësisë së pafundme të Allahut të lartësuar. Kur zogjt fluturojnë, nga një herë ata rrëshqasin duke shfrytzuar rrymat e ajrit, por ekziston edhe një specie interesante që nuk i shfrytëzon as pak ato. Ky është zogu i vogël, kolibër. Krahët e këtyre zogjve janë një tjetër mrekulli e krijimit. Sistemet e tyre të fluturimit janë krejt ndryshe nga ata të zogjve të tjerë. Ata i rrahin krahët e tyre 25 herë në sekond, kështu që syri i njeriut e ka të pamundur ta ndjekë një lëvizje të tillë pa e parë me filmim të ngadalësuar. Krahët e kolibrit të mpretë dhe të hollë si teu i fikës krijojnë një rrymë vertikale ku përplasen. Të njëjtën gjë ka bërë edhe njeriu me helikopterin, i cili ka fletë që rrotullohen në një aks të fiksuar që gjithashtu krijojnë një rrymë ajri me drejtim vertikal. Sistemi i fluturimit kolibrit është ngjashëm me të, por edhe shumë i përparuar, edhe ka shumë më tepër mundësi kontrolli. Gjatë kohës që është në ajër, ai mund të bëjë çfarë do manovre që të dëshirojë. Ai mund të ngjitet, të zbresë, të shkojë përpara ose prapa duke ndryshuar këndin e krahëve të tij. Edhe mënyra se si zogu mund t'i rrah krahët 25 herë në sekond pa e lëshuar as pak veten, është po kështu mjaft e çuditshme. Ne mund t'i ngrem dhe t'i ulim krahët jo më shumë se 1 herë në sekond. Në qoftë se ky numër do të rritej me 25 herë në sekond me ndihmën e ndonjë makine, atëherë mushkujt e shpatullave
do të na digjeshin edhe do të mbeteshim të gjymtuar ose do të mund të humbisnim krahët krejtësisht. E megjithatë, zogu kolibër ka në vetvete një ndërtim aq të përkryer, saqë muskujt e tij nuk do të pësonin asnjë dëmtim, edhe sikur të rrihnin miliona herë. Kjo krijesë e vogël është një nga makinat më të ndërlikuara dhe më të përkryera të botës dhe në të njëjtën kohë përbën një mrekulli të madhe të krijimit. Mrekullia e shtektimit. Skuadronet jet të avionëve reaktiv fluturojnë në formën e V-s, dhe për këtë ekziston një shkak shumë i rëndësishëm. Çdo avion në seri krijon një rrymë diagonale të elitës, që do të thotë se avioni që fluturon pas tij kalon në një rezistencë ajri më të dobët dhe për pasojë duhet harxojë më pak energji. Edhe zogjt shtektar gjatë fluturimit vendosen çuditërisht në të njëjtën formë. Ata ashtu si dhe avionët reaktiv fluturojnë në formacion në formë V-je. Çdo zog përfiton nga një rrymë ajri e krijuar nga zogu që i ndodhet përbrit. Këtu ka një të fshehtë të madhe. Fakti që formacioni V lejon të harxhohet më pak energji në fluturim, u zbulua vetëm nga inxhinierët aerodinamik. Si është e mundur që edhe zogjt shtektarë dinë këtë? Si arrin ata të organizohen në një mënyrë të tillë kaq të ndërgjegjshme? Si e njeh çdo zog pozicionin e tij në grup? Këto pyetje na sjellin përsëri pas tek e vërteta e krijimit. Allahu i ka frymëzuar qeniet e gjalla që të përdorin trupat e tyre të përkryer, të cilat ai ka krijuar për ta në mënyrën më të mirë të mundshme. Lejlekët udhtojnë mijëra kilometra në vit. Duke filluar nga brigjet e Afrikës, ata kalojnë mbi mesdhe para se të arrijnë në Europë.
Megjithse qysh kur ka kaluar një stinë e plot, edhe pemët prej atëhere kanë qelur lule, Europa tani duket më ndryshe. Si e gjejnë lejlekët rrugën e tyre në atë udhtim të gjatë? Hulumtimet kanë treguar se lejlekët kanë një sistem të veçantë në trupin e tyre, i cili dikton fushën magnetike të tokës. Ata shfrytëzojnë këtë busull natyrore për të ndjekur këtë fushë, edhe kësaj e gjejnë rrugën e tyre. Kjo lejon që ta përfundojnë udhtimin pa humbur edhe të gjejnë vendin ku kanë pasur folet një vit më parë. Një avion luftarak përdor disa pajisje elektronike për të fiksuar drejtimin dhe koordinatat e fluturimit. Ndërsa patat polare, pa përdorur asnjë pajisje, fluturojnë në largësi edhe më të mëdha, duke e ditur se për ku janë drejtuar edhe kur janë të rrethuar nga rreth. Mijëra metra lart në atmosferë, ka pak oksigjen. Për këtë arsye pilotët përdorin maskën e oksigjenit. Por patat polare nuk kanë asnjë nevojë për pajisje të tilla, edhe kjo për arsye se ndërtimi i veçantë në mushkëritë e tyre edhe ruazat e gjakut u lejojnë që të marrin frym edhe në lartësi të tilla. Për më tepër, trupi i tyre është krijuar në një konstrukt të veçantë, të tillë që i mbron edhe në temperaturat minimale, deri në 55 gradë nën zero. Struktura dhe teknologjia në trupin e tyre është aq e përsosur sa një pilot luftarak do të jepte gjithçka për t'i pasur. Pata polare udhton në një largësi shumë të madhe, prej mijëra kilometrash, nga rajonet pranë polit veriut deri në gjirin e Meksikës. Njësoj si lejlekët, edhe ato janë të pajisura me një sistem të mrekullueshëm magnetik për të gjetur drejtim. Ky sistem u bën atyre të mundur që të shfrytëzojnë fushën magnetike të tokës për të udhëtuar. Ato kur nuk humbin në udhtimin e tyre të gjatë. E pra, kush e instaloi këtë sistem magnetik orientues në trupin e zogjve? Nuk ka asnjë dyshim që një sistem kaq i ndjeshëm nuk mund të jetë thjesht pasojë e një rastësie. Këto cilësi të zogjve shtektar janë dëshmi e qartë se Allahu është ai që i krijoi ata. Veçoria më interesante e zogjve shtektar shfaqet kur dielli ka perënduar. Kur ata fluturojnë natë, udhtojnë me anë të yjeve. Kjo është me sigurinë më të madhe një mrekulli e rrallë. Pasi në qiell gjenden me miliona yje, edhe në asnjë mënyrë nuk është e lehtë që ato të shfrytëzohen për udhtim. Në të vërtetë, njerëzit në të kaluarën kanë përdorur pikërisht këtë metodë. Deri në shpikjen e busullës, detarët kanë udhëtuar duke llogaritur pozicionin dhe këndet e yjeve. Por nuk duhet haruar se njeriu përdorte hartat yjore, duke mos lënë pasdore arsyen edhe ndërgjegjen. Kurse këta zogj nuk kanë asnjë hartë të tillë yjore. Edhe as nuk kanë mësuar për pozicionin e njësive në qiell. Megjithatë, ata mrekullisht e njohin pozicionin e yjeve, edhe din të udhtojnë me anë të tyre, të fluturojnë edhe në errësirë pa e humbur asnjëherë rrugën.
Studimet kanë treguar se edhe zogjtë e sapoqelur e njohin pozicionin e yjeve. Kush është pra ai që u mëson atyre këto? Mënyra se si një zogth i vogël, njeh qysh nga lindja morinë e yjeve, edhe e di se cilin ylli duhet të ndjek edhe të përdorë si udhërrëfyes, është mrekullia më e madhe. Të gjitha këto tregojnë se Allahu i ka krijuar zogjt edhe i ka frymëzuar ata për sjelljen e tyre. Në fakt, Allahu e shpall këtë të vërtet për zogjt në një varg fisnik nga Kurani fisnik. A nuk e sheh gjithkush në qiell dhe në tokë lëvdon Allahun? Siç bëjnë edhe zogjt me krahët e tyre të hapur. Secili e di mënyrën e vet të luturit edhe të lëvduarit. Edhe Allahu e di atë që ata veprojnë. Zogjt kampion. Disa lloje në botën e shpendëve kanë dhe aftësi të tjera përveç të fluturuarit. Struci dhe qyqja e Kalifornisë mund të vrapojnë më shpejt se një atlet rekordmen olimpik. Në qoftë se do të hynte një njeri në garën e 100 metrësh, ndaj një struce dhe një qyqje të Kalifornisë, nuk do të kishte asnjë mundësi për të fituar. Një kampion olimpik mund të vrapojë me një shpejtësi prej 39 km/h, ndërsa një struc mund të arrijë deri në 60 km/h. Çdo hap i këmbëve të tij të gjata e hedh atë deri në 3 metra. Këta shpend janë nga aleatët më të shpejtë të botës së gjallë. Pinguinët janë gjithashtu lloje zogjsh, por që përdorin krahët e tyre të shkurtër për të udhëtuar nëpër det edhe jo në ajër. Këto krijesa të këndshme, të cilat duken aq të ngatëta në tokë, sapo hyjnë në ujë, ngjajnë sikur po fluturojnë. Në qoftë se do të bëhej një garë ndërmjet tyre dhe njeriut, përsëri do të ishim ne që do të humbisnim. Pasi pinguinët mund të notojnë 3 herë më shpejt se sa një fitues i medaljes së artë. Ata në të njëjtën kohë harxojnë shumë më pak energji për këtë. Shkaku i kësaj është sepse trupi i tyre është projektuar për këtë detyrë. Ata lëvizin në ujë tamam si një motoskaf, edhe janë nga motorët më të shpejtë të banorëve të tokës. Estetika e përsosur. Ashtu si teknika e tyre e fluturimit, krahat edhe vetit e tjera, që janë me të vërtet mjaft të habitshme, edhe cilësitë dekorative në trupin e zogjve, janë të atilla që bien shumë në sy.
Zogjt meshkuj zotërojnë këto ngjyra dhe modele tërheqëse për tërhequr femrët. Këto modele janë vepra të vërteta arti, dhe asnjëra nuk mund konsiderohet si rastësi. Që të lindin këto modele, çdo pende i është dhënë ngjyra dhe motivi i saj. Kjo sjell më pas këto modele të mrekullueshme. Në qelizat e këtyre krijesave gjendet një kod i veçantë, i cili është programuar për të formuar këto modele. Ngjyra e çdo pende në shpik të saj do të fillojë të ndryshojë ngjyra edhe me çfarë nuance do të nisë ajo ngjyrë. Gjithë secila prej tyre është e koduar me gene. Rastësia nuk mund të ketë as pak vend në këtë projektim të shkëlqyer. Asnjë koincidencë nuk mund t'i ketë stisur këto modele e mahnitse në pendet e pallojit. Pikërisht për këtë arsye, Charles Darwini, themeluesi e teorisë e evolucionit, e cila e kërkon arsyeën e prejardhjes së qenieve të gjalla në një mori rastësisht, pa të shprehur vazhdimisht hutesë dhe dyshim nga pendet e pallojit. Në një letër drejtuar mikut të tij, Asageri, Darwini pranonte: pamja e bishtit të pallojit sa herë që e vështroi me kujdes më bën të sëmure. Është fakt se gjithkush që gjykon qeniet e gjalla, pa paragjykime, nuk ka pse të shqetësohet nga pendet e pallojit ose nga shembuj të tjerë të përkryer të krijimit. Të gjitha ata shembuj përmbajnë një mesazh të rëndësishëm që kërkohet kuptohet nga çdo njeri me mendje të shëndosh. Është Allahu, Zoti i forcës, e diturisë së pafund, i cili ka krijuar të gjitha qeniet e gjalla. Çdo gjallës na ofron shembuj të artit krijimit të tij. Një varg i Kuranit të shenjtë thotë: Ai është Allahu, krijuesi, realizuesi, formësuesi i gjithçkaje. Ati i përkasin emrat më të bukur, gjithçka që ndodhet në qiej edhe në tokë lëvdon atë. Edhe ai është i gjithfuqishmi, gjykuesi plot urtësi. Mashtrimi i evolucionit. Zogjt, të cilët sipas vetë fjalëve të tij e bënin të sëmurej Charles Darwinin, ende sot vazhdojnë të paraqesin një dilemë për teorinë e tij. Teoria pretendon se të gjitha qeniet e gjalla në tokë kanë evoluar nga njëra tjetra si rezultat i një radhe rastësish. Nuk ka asnjë provë shkencore për të mbështetur këtë pretendim, edhe shpjegimi i saj për prejardhjen e shpendëve nuk mbështetet në asgjë tjetër përveç se në hipoteza imagjinare. Evolucionistët besojnë se shpendët kanë evoluar nga zvarani, por përsëri, ata janë krejt të paaftë të shpjegojnë se çfarë lloj komunikimi mund të ketë ekzistuar ndërmjet këtyre krijesave, krejtësisht të ndryshme.
Trupi i zvaranikëve është imbuluar me luspa të forta. Nga ana tjetër, puplat në trupin e zogjve, siç kemi parë deri tani, përmbajnë strukturat më të koklavitura, edhe nuk kanë as më të voglin ngjasim me luspat e zvaranikëve. Është e pamundur që të gjendet një formë ndërmjetme mes luspave dhe puplave. Edhe në të vërtetë, asgjë e tillë nuk është gjetur kurrë as në kafshët e sotme, edhe as në fosile. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm ndërmjet shpendëve dhe zvaranikëve janë sistemet e tyre të frymarrjes. Një lloj si në sistemin tonë, mushkritë e zvaranikëve thithin ajër dhe pastaj e nxjerrin, po nga e njëjta rrugë. Nga ana tjetër, ajri lëviz po nga një drejtim në mushkëritë e shpendëve. Kjo bëhet e mundur nga një sistem magnitës. Pjesa e përparme dhe e prapme e mushkërisë së shpendëve përmban qese ajrit të zbrazura, që janë të lidhura me vetë mushkrit me qese të tjera të vogla. Kur zogu merr frym, ajri mbush edhe mushkërinë edhe qeset pas saj. Në të njëjtën kohë, ajri i përdorur që tashmë gjendet në mushkëri, nxirret me qeset e ajrit përpara mushkërisë. Kur zogu nxjerr ajrin jashtë, qeset e përparme të mbushura me ajër të përdorur shfryhen. Njëkohësisht, shfryhen edhe qeset e pasme, që janë plot me ajër të ri dhe të freskët, edhe tashmë ai hyn në mushkëri. Kjo do të thotë se mushkëria është vazhdimisht plot me ajër të freskët, nëse zogu është duke marrë apo duke nxjerrë frym. Ka një numër të madh imtësish që i bëjnë të mundur këtij sistemi të funksionojë në mënyrë kaq të përkryer. Për shembull, ka mjaft valvula ndërmjet qeseve dhe mushkërive, të cilat sigurojnë që ajri të rrjedhë në drejtimin e duhur. Siç e kemi parë, ky sistem i ndërlikuar është një mrekulli konstruksioni, krijuar posaçërisht për t'u përshtatur nevojës së vazhdueshme të zogut për oksigjen. Dhe ky ndërtim në vetvete mjafton për të rënuar teorinë e evolucionit. Është e pamundur që mushkëria e shpendëve të ketë kaluar në përfazat e evoluimit, siç pretendon teoria, sepse nuk do të mund të merrte frym derisa qeset e ajrit, të cilat lidhnin gypat edhe valvulat, të ishin formuar plotësisht. Kjo tregon gjithashtu se ky sistem frymmarrje i posaçëm për shpendët duhet ketë lindur i tëri menjëherë, me gjithë komponentët tashmë të pranishëm. Me fjalë të tjera, ai është krijuar. Evolucionistët nuk kanë mundur të sjellin shpjegime për lindjen e sistemeve të tilla të ndërlikuara, si puplat e zogjve, apo krahët, apo mushkrit. Në vend të kësaj, ata parapëlqejnë të ndërtojnë histori imagjinare të mbështetura vetëm në pak fosile. Fosili që i mbështeten më shumë në këtë kontekst është ai i Archaeopteryxit, një lloj shpendi i zhdukur që ka jetuar rreth 150 milion vjet më parë. Archaeopteryxi është zbuluar pak para botimit të librit të Darwinit, edhe qysh atëherë për të është folur shumë. Paleontologët evolucionistë pretenduan se kjo krijesë kishte cilësi të dy fishta të shpendëve edhe zvaranikëve. Megjithatë, çdo zbulim shkencor qysh atëherë ka ecur vetëm në drejtim të hedhjes poshtë të këtij pretendimi. Tashmë dihet me siguri se pendët e Archaeopteryxit edhe strukturat e skeletit nuk ndryshonin as pak nga ato të zogjve të sotme. Zbulimi i një fosili tjetër në Texas në vitin 1983, i quajtur Proteoris, dhe që ishte 75 milion vjet më i lashtë se Archaeopteryxi, ishte një goditje tjetër e rëndë ndaj pretendimit se Archaeopteryxi ka qenë pasardhës i primitiv i shpendëve. Pavarësisht nga provat shkencore, përsëri mendimi se zvaranikët u kthyen në shpend vazhdon ende të përdoret si një nga temat bazë të propagandës së teorisë së evolucionit.
Një shembull tjetër i këtij mashtrimi, që edhe fosili i Archaeopteryxit, të cilët revista National Geographic ja përshkroi botës si një gjysmë shpend edhe gjysmë dinosaur. Revista madje vizatoi edhe një përfytyrim të një dinosauri shpend, imagjinar dhe e përshkroi atë si një provë të qartë për të vërtetën e teorisë së evolucionit. E njëjta tablo u servir si provë për teorinë e evolucionit nga shumë gazeta në të gjithë botën. Megjithatë, 2 vjet më vonë u zbulua një fakt dramatik. Fosili ishte një mashtrim shkencor, një përzierje pjesësh nga 5 skelete kafshësh, krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Ato revistat cilat 2 vjet më parë kishin përshkruar fosilin si provë të evolucionit, pranuan se dinosauri shpend doli të ishte një mashtrim. Thelbi i gjithë atyre gjepurave qenë vetëm gënjeshtrat me bishtë dhe mashtrimet e paraqitura në emër të teorisë së evolucionit. Shkaku për cilin duhet përdoren gënjeshtra në mbështetje teorisë është mungesa e plotë e provave shkencore që ta mbështesin atë. Kur shohim qenie të gjalla ose materialet fosile, teoria e evolucionit na shfaqet si një dogmë, ndërsa provat e krijimit janë më së qarta. Zogjt tregojnë në të njëjtin gjë. Qeniet e gjalla nuk janë rezultati i rastësisë, siç mund të pretendojë teoria e evolucionit, por janë vepër e një krijimi të përsosur. Përfundim. Në këtë film, ne pam se si zogjt ngrihen të fluturojnë. U njohëm me strukturën aerodinamike të trupit tyre, me vetitë e eshtrave të tyre, grepët e imët të pendëve të tyre, krahët e mprehtë të zogut kolibri, mënyrën se si shpendët shtektar fluturojnë në grup në formën e vës, sistemet e tyre të pilotimit, teknikat e ndryshme të fluturimit, u njohëm me zogj që mund të vrapojnë ose të notojnë më shpejt se çdo atlet kampion botëror edhe me modelet e bukura në pendët e zogjve. Gjithashtu ne qemë dëshmitar të një të vërtete tepër të rëndësishme. Krijimi i Allahut është plotësisht i përsosur edhe i paqortueshëm. Arti dhe fuqia e tij janë kudo. Allahu, Zoti i gjithë botrave, është i gjithë fuqishëm edhe i gjithë ditur. Në një varg nga Kurani, Allahu i madhërisëm shpall: Është Allahu ai që ka krijuar 7 qiej, edhe nga tokat po aq sa ata. Urdhëresa e tij zbret ndërmjet tyre, që ju ta dini se Allahu ka fuqi mbi gjithçka dhe se Allahu rrethon edhe përfshin gjithçka në gjithë dijen e tij.